Po dhe nesër besoj një ndeshje shumë e rëndësishme për Vllaznin për mënyrën se si ka shkuar edhe tërë në javën e fundit. Sigurisht jemi të vetëdijshëm që vim këtë ndeshje jo në momentin tonë më të mirë të mundshëm. Realisht kemi të nevojshëm pikët. Si Honor Gjonat, normalisht do të shohim ndeshjen e radhës. Ndeshja e radhës është me Flamurtarin Shkodër dhe do të synojmë 3 pikëshin që për situatën që jemi do na animonte goxha. A është kjo një nga ndeshjet kundërshtarët më të vështira, duke qenë se është edhe në fundin e renditjes dhe ndoshta mobilizimi duhet të jetë pak. Po, realisht gjithë ndeshjet janë vështira. Besoj që 3 pikësh ka vlerë me secilën skuadër. Po ta shohim bazë kundërshtarëve, ndoshta s'mund t'i ndash pasi kena treguar që ndeshjet e fundit s'kena arrit marrim 3 pikëshin ndaj kundërshtarëve deri diku në letër që na favorizohet dhe ndoshta marrja 3 pikëshit, por që siç thash duhet i lëmë mbrapa ndeshjet që kanë shkuar dhe të fokusohemi tek 3 pikësh i rradhës. I bale shumë i saktë nga pika penaltisë, por ndaj Tiranës përdoruat një mundësi të tillë. Keqardhje? Realisht duke pa edhe momentin që ishte ndeshja, normalisht vjen keq, penaltit i humbin ato që i gjujnë, normalisht jam aty për të marrë përgjegjësi këtë ndeshje, goxha përgjegjësi, edhe ajo penalti e humba, gjë që zgjen mirë pasi ndoshta do na jepte një moral tjetër dhe për ndeshjen, por që vazhdojmë para, kështu është futbolli, jena siç thash aty për të marrë përgjegjësi nga uni i pari tek gjithë. Është mundësia për të kompensuar nesër ndaj Flamurtarit? Është gjithmonë mundësia për të kompensuar si unë, si skuadra, kështu që siç thash, do shynojmë 3 pikëshin e rradhës dhe do bëjmë më të mirën që ta mbyllim këtë vit me 3 pikë. Po dhe a është tepër një krizë psikologjike që shkon Vllaznia se krizë dëllë? Të drejtën duke pa gjendjen e skuadrës, jena të vetëdijshëm që s'është momenti më i mirë. Një moment që nuk vjen rastisht duke ditë situatën që kena kaluar. Kena pas dëmtime, gjë që ka sjell performancat jo të duhura, jo ato që kërkojmë gjithë nga skuadra. Mendoj që s'është momenti që t'i hyjmë një analizë detajume, por që duhet jemi optimistë gjithë dhe në këto momente duhet jemi pranë skuadrës. Mendoj që Shkodra ka shumë tifozë që dojnë Vllaznin edhe në këtë moment duhet tregojnë që janë mbështetje të skuadrës dhe janë aty kur skuadra është në vështirësi, t'i gjenden pranë. Gjithë ambienti sportiv i Shkodrës mendoj duke nisë edhe nga gazetarët, pasi kohët e fundit realisht kanë pa një frymë deri diku jo të duhur ose që Shkodrës dhe Vllaznisë nuk i shkon për shtat apo nuk e favorizon për momentin që është. Kështu që pa përjashtim gjithë besoj që duhet jenë aty, sa i Vllaznia ka nevojë dhe ka vështirësi që ta mbështesin. Në çfarë aspekti shikoni këtë frymën jo pozitive? Po në aspektin e gjithë, unë mendoj që në këtë moment në Shkodër shtohen si specialistat e futbollit, si analistat e futbollit dhe sigurisht që reflekton një frymë jo pozitive. Mendoj që hallet dhe problemet tona duhet i marrim këtu dhe duhet jemi afër njëri tjetrit në këto momente që zgjidhjen ta gjejmë dhe t'i shërbejnë skuadrës për vazhdimsinë dhe jo deri diku ta zhysim apo të ngutemi ta çojmë Vllaznin në krizë, ndoshta duke edhe mos qenë një situatë që ka qenë për krizë, pasi krizën po ndjejmë prej shumë javësh, në kohë që Vllaznia me Elbasanin luajti për vendin e parë. Krizën e ndjejmë prej javësh. Një javë përpara Vllaznia ishte barazim pikësh me Dinamon dhe në gjithë vendin apo në gjithë media flitet që Dinamo është për kampion. Dhe Vllaznia është në krizë. Prandaj duhet jemi më të kujdesshëm mendoj në këtë moment dhe suportin ndaj skuadrës ta tregojmë akoma më shumë. Si në media, si në rrjetet sociale, pasi ka shumë që punojnë, ka shumë që punën e nisin kur Vllaznia është në krizë dhe në siklet. Por besoj reflektimi duhet jetë në shkallët e stadiumit, aty do të vinë tifozat të tregojmë mbështetjen për skuadrën. Bala, sa imune është skuadra kur bëhet fjalë për ndikime nga faktorët e jashtëm? Qoftë edhe nga mendimi Jo, unë besoj që skuadra është imune, por e fryma ndërtuar nuk është e duhur, unë besoj. Fryma që është krijuar rreth skuadrës reflekton dhe në shkallët e stadiumit kjo frymë që ngutemi ta krijojmë, reflekton dhe në mungesën e tifozëve në stadium. Vllaznia nuk shfallet dot kampion me 10 javë, me 5 javë apo me 15 javë. Kampionati është i gjatë, duhen marrë neshit një nga një. Besoj që me 2 fitore prap Vllaznia është aty ku duam gjithë, prap pretendente. Kështu që ngutemi të krijojmë situata apo kriza apo probleme
nga më të ndryshmet që në fund nuk i shërbejnë as pak skuadës apo interesat vllaznisë. Në mbylljen fitore e vitit besoj që do të ishte një e bukur për çfarë. Sigurisht si thash Nena, në këtë moment në kërkim të këtij tripikshi që sigurisht do na jepte frymë, do na jepte besim. Besoj që dhe skuadra deri diku po vjen përmirësim e sipër dhe gjendja e lojtarëve që siç thash kanë pas probleme, dëmtime nga më të ndryshmet. Forma e disa lojtarëve duke nis nga unë i pari që nuk ka qenë më mira e mundshme. Por që siç thash ka arsyet e veta pse ka ndodhur, por që nuk jemi këtu ndoshta për të çah apo për të çah halle, por thjesht për thënë si kapiteni i skuadrës që normalisht si Shkodran që ndjen përgjegjësinë këto momente që të rrim afër vllaznisë, momente të vështira pasi realisht vetëm kështu mund të ecim para.